Ekzaminimet imazherike probabilisht nuk janë të rrezikshme. Një ekografi e ka rrezikshmëri 0, sepse ka valë ultratingush, unë shpeshherë bëj shakaj, thënë këto ja bëjmë bebave, dhe këto ja bëjmë nënave shtatzan, kështu që ti s'ka përçet të gjejnë gjë sepse është e njëjta gjë. Ose në kundër zdoria unë gjithë ditën duke bërë eko. Ajo çfarë ka probabilitet për të qenë paksa e rrezikshme është ajo çfarë është skaneri dhe radiografia. Por edhe këtu duhet jemi pak jo të mbi ngarkuar apo të sakrifikuar, sepse kur i thonë një pacient duhem skaner thotë ua rezultatim sepse lexon. Po ju jap një statistikë shumë të thjeshtë. Një grafi pulmoni e rrit probabilitetin për të pasur kancer të mushkërive të barazleshur me 2 cigare duhan. Tashmë, pyetja është, sa prej nesh, duke qenë ngjitur me një person tjetër që po pi cigare në një ambient të hapur apo të mbyllur para shumë vitesh, i ka pirë 2 cigare duhan, pa qenë i informuar që kjo mund të rritë probabilitetin për kancer të mushkërive.